so ke pos hapësirë në tregun e Kosovës për me i zhvillu këto arte? Dëshira ime ka qenë shumë e madhe, po mirë, po koha ka qenë atëherë më e vështirë për me arrit cakun ku dëshiron. Po. Cakun ku dëshiron? Cili është plana i caku që ke dëshiru, që nuk ke mund me arrit? Po, kuptohen gjonat se për shembull situata ka qenë e vështirë, edhe për shembull kena ardhur deri këty, sot ku jena, kena mujt edhe më shumë. Cili nga artistët që e bën artin marcial lën përshtypje mas shumte edhe që thujnë që ngjason mas shumte? Unë kur kum fillu artet marciale, mjeshtrin e Kung Fus, Bruce Lee nuk e kum njoft fare. Në vitet 1971 kum fillu. Deri me sot. Mandej kur ka hi Bruce Lee në treg, ka hy mbastejna, apo? Do me thonë mas një kuhe, ma vonë unë e kum thonë vitet e 73-ta. Edhe njerëzit në përgjithësi kanë thonë që ngjan me... Po ngjan, unë nuk e kum ditë se kum njoft fare atëherë, po njerëzit kanë thonë po për ngjan. Do me thonë kanë thonë në mënyrën se qysh dukesh, apo në mënyrën se qysh e zhvillon? Mas pari mënyrën qysh dukem, se për shembull kur jem konë edhe në Graz në Austri, aty ka pas shumë persona që ju ka interesue për figurën, për shembull, qysh i përngjaj. Edhe ma ndej edhe për mënyrën se qysh e bën sportin? Edhe ma ndej sportin. Cilat për shembull janë disa nga taktikat që ty të bojnë me ngjo me besnik? Po, ma shumë ti e vlerëson opinioni. Opinioni i vlerëson gjitha. Une, për hir të opinionit, për shembull, kum bo disa video, se për mua nuk ka fare interesant, po për shkak të opinionit. A mundesh më na tregu se sa është e vështirë për me zhvillu artin marcial? Çfarë taktikash duhet me ditë dhe a duhet me pas një shkollë? Apo është vetëm talent? Nuk është e lehtë as pak, se duhet një disiplinë e madhe, një përkushtim. Ata mirë ndihen, po disa gjona me të lindur, gjithkush nuk mundet më bo.